I dyshuari për vrasjen e 65 vjeçarit Selim Velsula mbrëmjen e 11 qershorit, 31 vjeçari Hasbi Velsula nuk ka dhënë ende asnjë motiv të vrasjes së kushëririt të tij. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se 31 vjeçari nuk ka rrëfyer ende asnjë motiv të vrasjes, ndërsa ka kërkuar praninë e avokatit mbrojtës. Megjithatë, Hasbi Velsula ka dalë para tokave të zeza për të njohur me masën e sigurisë si vetmi i dyshuar për vrasjen e 65 vjeçarit Selim Velsula. Rreth orës 15:30 gjykata vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë për të mbajtur në arrest me burg pa afat 31 vjeçarin Hasbi Velsula deri në përfundim të hetimeve. Në orët e pasdites së 11 qershorit, 65 vjeçari Selim Velsula u gjeti pa jetë nga një bashkëfratar i tij pak metra larg banesës. Ai u konstatua me plagë në trup të shkaktuara nga një mjet prerës. Vetëm pak orë pas krimit, policia arriti të arrestojë 31 vjeçarin Hasbi Velsula në Allies të Tiranës si autor të vetëm të dyshuar të vrasjes së 65 vjeçarit Selim Velsula.